Të nderuar të pranishëm, interpretimi i himnit dhe këngës korale u bën nga grupi artistik GAM Teran. Të nderuar përfaqësues të institucioneve të Republikës së Kosovës dhe të Shqipërisë, të nderuar përfaqësues të ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, të nderuar familjar të advetarit Hysen Gega, të nderuar veteran, invalid, familje dëshmorësh, të nderuar profesor, student, artist, të nderuar mysafir nga të gjitha trevat shqiptare, mirë se keni ardhur në këtë akademi përkujtimore, të organizuar në shenjë nderimi, respekti, mirënjohje për jetën, veprën dhe sakrificën e advetarit Hysen Gega. Pra, jemi mbledhur për të nderuar një jetë të tërë në shërbim të lirisë, kombit, idealeve më të larta njerëzore. Sot kujtojmë veprimtarin, luftëtarin e lirisë, advetarin e qëndrestarin Hysen Gegaj. Për të nderuar jetën dhe veprimtarinë e tij, por edhe për të gjithë dëshmorët anë mban trojeve shqiptare, ju ftoj për disa çaste heshtje për kujtimi. Lavdi. Çdo popull që respekton historinë e tij ndërton edhe të ardhmen e tij mbi kujtesën. Hysen Gega nuk ishte vetëm një veprimtar, një burgosur politik që ka mbajtur 14 vjet burg. Nuk ishte vetëm një luftëtar i përkushtuar i lirisë të një burr me dinjitet, por ishte i dashur për familjen, të afërmin e rrethin shoqëror. Ai mbi të gjitha i takon një familje me tradita advetarie, qëndrese e moralit tradicional shqiptar. Do të lexoj një biografi të shkurtër për advetarin Hysen Gega. Hysen Gega u lind në vitin 1950 në fshatin Sallagrash të Perandës, në një familje ku u edukua me dashurinë për atë punën dhe sakrificën. Qysh në rinin e hershme mori rrugën e mërgimit, fillimisht në Beograd, më pas në Gjermaninë Perëndimore, ku krahas punës së rëndë ju përkushtua veprimtarisë advetare. Në Morgat u bë pjesë e organizimeve ilegale patriotike shqiptare duke bashkëpunuar me veprimtarë të njohur të kohës si Riza Salihu, Ibrahim Kelmendi, më vonë edhe me heroin e Kosovës Jusuf Gërvalla. Veprimtaria e tij ishte përqendruar në ndërgjegjësimin kombëtar, shpërndarjen e literaturës advetare dhe organizimin politik për avancimin e çështjes së Kosovës. Në vitet 1978-79, Hysen Gega u angazhua drejt për drejt edhe në Kosovë, ku vendosi kontakte me të rinjtë organizatave ilegale dhe u bën një ndër furnizuesit kryesor të literaturës patriotike që vinte nga Perëndimi. Ai ishte frymëzues i aksioneve të shumta advetare në një kohë kur çdo veprim për liri rrezikonte burgun ose jetën. Më 31 vjetor në 1980 u arrestuan nga regjimi Jugoslav. Pas torturave të rënda në hetuesi, u dënua me burg të rënd, nga i cili vuajti plot 10 vjet në burgjet e Prizrenit, Beogradit dhe Nishit. Bashkëvuajtësit e kujtojnë si një njeri me karakter të pathyeshëm, të fortë, të palëkundur në bindje përballë dhunës. Në qelitë e burgut përjetoi edhe ngjarjet historike të pranverës 1981. Pas lirimit, më 18 prill 1990, ai vazhdoi pa hezitim veprimtarinë politike kombëtare, mori pjesë në aktivitetet e Lëvizjes Popullore të Kosovës, kontribuoi edhe në organizimin legal të kohës duke ushquar për urtësinë, tolerancën, vendosin e interesit kombëtar mbi çdo dallim politik. Veprimtaria e tij nuk u ndal. U arrestua për herë të dytë më 3 gusht 1993 duke kaluar sërish në për tortura dhe burgje, kësaj radhe edhe në Dubrav, ku qëndroi me shumë bashkë veprimtar, ndërta dhe me profesor Ukshin Hotin. Pas lirimit në vitin 1996, vazhdoi angazhimin deri në radhët e ushtrisë së çlirimtare të Kosovës, duke qenë pjesëmarrës aktiv në luftën për liri deri në çlirimin e vendit. Në Kosovën e lirë, Hysen Gega
zgjodhi një jetë të thjeshtë dhe modeste. Nuk kërkoi privilegje për sakrificën e tij, përkundrazi. Kur mori kompensimin për vitet e burgut politik, në vitin 2015 dhuroi 10.000 euro për Forcën e Sigurisë së Kosovës, 2.000 euro Radios Kosova e Lirë, duke dëshmuar se për të shteti ndërtohej me kontribut dhe jo me kërkesa. Ai njihej për mikpritjen, urtësinë, modestinë dhe kulturën e gjerë. Fliste pak për veten, ndërsa gjithmonë përdorte fjalën ne, duke i atribuar meritas shokëve të idealit. Amaneti i tij pasqyronte shpirtin e një patrioti të rrallë. Më 28 korrik 2021, në moshën 71 vjeçare, Hysén Gega u ndan nga jeta, duke lënë pas një jetë të tërë në shërbim të lirisë, dinjitetit dhe shtetit e Kosovës. Jeta e Hysén Gegës mbetet dëshmi e një brezi që sakrifikoi gjithçka për lirinë. Emri dhe vepra e tij do të jetojnë përgjithmonë në kujtesën e popullit dhe historinë e rezistencës shqiptare. Lavdi jetës dhe veprës së adetarit Hysén Gega. Po e hapim këtë akademi përkujtimore me kryetarin e komunës së Terrantës, zotëriun Bali Muharremaj, i cili do të vlerësojë figurën adetare të Hysén Gegës. Të nderuar të pranishëm, e nderuara familja Bastisen, të nderuar familjarë të dëshmuarve, bashkëtarë, invalid, të nderuara institucionet të Republikës së Kosovës, institucionet komunale, ministra, general, të nderuar komandant të policisë, kryetarët të komunave, të nderuar bashkëtarë të Bastisen. Më thonë të drejtën, e kam një tekst para vete, po a di që para folësit folje për biografinë, unë besoj që kam pas edhe shumë kolegë që kam dëshirë sot me morë fjallën, do të ndona të thamë disa fjallë. Ashtu që shumë përjetue gjatë luftës me Bastisen. Sot jemi këtu me shokët edhe mishtë dhe njerëz më të afër Bastisen, ta përkujtojmë për vitorin e 5. Pata fatin ta njohë në luftë për herë parë. Me 3 korrik kishte filluar ofensiva e Budakovës. Me 4 korrik ishun në Reshtan, ishun disa kolegë të nejtë aty, tha, a ka dikush që vjen ka në mund, ku vendosa me shkuta në Budakovë. Në atë kohë nuk o konë edhe letë me kaluë me jetojnë pjesa poshtë, me shku pjesë në nantë. Thash po, basem dush, unë do marrë me ty. Unë i kom grakerit, aja ka marrë mortoja e dorës M58, edhe kem shkue në Budakovë, në atë kohë Budakovë shkon komandant Sadik Filitra. Ka nejtë ton ditën e në këty, nesrit, mortoja e dorës para me mdone nuk ishtë pas zipër. Të më thonë, e këshëm pas të pojtë kotë, mirë po, të rimi ati nuk është matë mas në sanë. Një njerit që e këmë vrejt, çdo herë, kër o konë vija thronit të konë i pari. Edhe adinit që të të kejë një matri, rinjë pak ma ma, pa të këmë du më konë i pari. Pa të fatin me njohë ma shumë, mas ofenzives të Reshtanit, edhe mas ofenzives të Budakovës. Ishte këty me seli në fshatin Nishor, në Bashans. Vazhdimisht, ka ditë në anë këshilla, ka ditë në anë moral. Edhe çdo herë, çdo konë e që t'ke para vetë, a konë shumë interesant. Po, çka ka pëlqyer më shumë? Pas luftës, e zgjodhi një jetë kaj tjetër. Shkoi në viset malore të Sharit, edhe thoi kepe përcjellë gjendën Pinatit, çka po do thosh. Asnjëherë nuk ka dashur përzi, asnjëherë s'ka dashur poste. Edhe çka është më rëndësi që edhe ajo pagjesë që ka taku me ligj që ka vujt dënimet në burgjet jugoslave, edhe ato
ja paguëru në atë kohë FSK-s, për me ngritë FSK. Një njeri që e ka dhënë maksimumin për këtë vend. Edhe këtu ka shumë shokë ti. Pa Hysen Gegën, edhe pa juve që një shumë të që një prezent, nuk ishë marrë natë e teta, nuk ishë marrë as natë e mama. Dikush që mendon që aty për aty vjen lufta, nuk vjen lufta aty për aty. Po shumë gjenerata, para njerëja, kanë punu, janë përgatit, edhe kanë ardhur për më përgatit për fillimin e luftës. Do më honë ngërta konë edhe Hysen Gega. Une shpirasin në përnëdru gjitha shokmish të ka nga gjitha të e qëtarë, po vjen mirë që ka në përvetorin e pesë, veç më me thonë fandet për gjithë që kine morë pjesë edhe lati, jeta dhe vepra pas të sen. Fandet. Faleminderit të nderuar kryetar. Për të ndriçuar dimensionin historik të figurës së Hysen Gegës, ftoj profesorin dhe studiuesin e njohur, profesor doktor Arsim Bajram Kosumin, me kumtesën e tij. Nderuar kryetari i komunës, nderuar ministrat të Qeverisë së Republikës, nderuar general Cikaçi, shumë i nderuar general Kudusi Lama, nderuar kryetar tjerë komuna që jeni prezent, Smajl Latifi, komandant policisë, nderuar ish burgosur politik, luftar të UÇK-s, pjesëtar të FSK-s, e nderuara familje e Hysen Gegajt dhe të gjithë me një fjalë dashamirë të mëdhaj të lirisë. Duke sjell para jush një pjesë të veprimtarisë dhe të idealit të Hysen Gegës, dua të paraqes modelin e patriotit shqiptar në 2 dekadat e fundit të shekullit 20, e cili model është njëri prej arsyeve kryesore që Kosova e fitoi lirinë dhe shtetin. Në rrugën e Kosovës për liri në shekullin 20 kemi 3 figura që dëshmojnë këtë model të patriotit shqiptar. Në nisje kemi Hasan Prishtinën, i cili le që angazhohet me gjitha fuqitë personale për çlirimin e Kosovës, por e vë në ankand publik tër pasurinë për të fituar parat me të cilat do të blinte armët për luftën qlirimtare. Në mes kemi Adem Demaçin, i cili për 28 vite në burg e gati pa aq para dhe pas burgut mbajtë të pashuar zjarrin e lirisë, pasi më parë, si e tregon vetë, e shkroi në një letër emrin e tij, Adem Demaçi, dhe ja futi flakë. Në fund kemi Adem Jasharin, i cili me një vendosmëri të pashoqe u ballafaqua me forcat serbe, duke rënë në altarin e lirisë bashkë me gjithë anëtarët e familjes, burra e gra, fëmijë e pleq. Një tip i këtij modeli është edhe Hysen Gega. Gega ka qenë i rënë dhe i bindur me lirinë në kuptimin shpirtëror, madje thuajse edhe biologjik. Ai e ka kuptuar lirinë jo vetëm si një të drejtë, por si një kusht ekzistencial. Ai ishte si materia kozmike e cila nuk mund të ekzistojë pas zgjerim të lirë. Vetdia e tij nuk e doronte jetën në robëri. Ai mund ta mohonte vetveten në çdo vend dhe në çdo rast dhe ta pohonte dhe ta konfirmonte lirinë e vet. Ai nuk bënte kompromise me lirinë, as në burg nuk e dorëzonte lirinë. E kërkonte lirinë në çdo situatë. E kërkoi lirinë me qëndrimin trimëror dhe të patrembur,
e kërkoj lirin me leximin e librave, e kërkoj lirin me pushkë në dorë, në të gjitha format e mundshme. Edhe mbas lirimit të Kosovës, ai nuk rreshti ta kërkoj lirin, vetëm se tash në forma e modele të tjera. Ai nisi rrugën e lirisë në moshë shumë të re. Më tregonte se si u desh të intervenoj për ta marrë letërnjoftimin si 15 vjeçar, për të shkuar në Beograd të punoj. Një ditë shkoj në ambasadën e Shqipërisë, kryem veti dhe kërkoj revista e libra prej Tiranës. Takimi i tij i parë me Shqipërinë, të cilin ne, Lëvizja e Fshehtë Patriotike, e konsideronim pikë gravitacioni për lirinë dhe bashkimin kombëtar. Liria e tij nuk mbyllej brenda kufive politik, partijak apo ideologjik, si e projektojnë disa historianë të sotëm rrugën e Kosovës ka liria. Ai punonte për bashkimin e Kosovës me Shqipërinë. Punonte me zemër për Republikën e Kosovës, luftoi me pushkën në dorë për lirinë dhe gjitha këto në thojza opsione, si i quajnë disa historianë, për të ishin vetëm një rrugë dhe jo shumë rrugë e shumë opsione. Opsioni vetëm i tij ishte ose je për liri, ose je kundër lirisë. Në qëndrimin e tij ndaj lirisë, ai nuk ka pasur asnjë kusht dhe rruga e tij ka shkuar deri në vetflijim. Më tregonte duke qeshur, pse ju hidhrua Jusuf Gërvalla njëherë. Kur udhtonin me makinë, më thoshte, unë ndizja makinën disa minuta më herët, në mënyrë që nëse Jugoslavët na kishin vendosur eksploziv, të eksplodonte makina pa Jusufin brenda. Një ditë tha, Jusufi e pikasi këtë dhe më pyeti pse për këtë. U hamenda, por dikur i tregova. Më kërkoj që lërkur mos kryen makinë për para tij. Dhe këtu i humte buzëqeshja dhe shtonte dëvogël. Po të kisha qenë me ta edhe unë ditën fatale, ndoshta nuk do t'ishin gjallë edhe ata. Gega na bënte për vete të gjithë me tregimet e tij. Qysh në tregimet e para për sprovat dhe ëndrat e fëmijërisë e kuptova se është i pazakonshëm. Më tregonte gjatë burgut për fëmijërinë, për Salagrazhin në fshatin e tij, për Beogradin, për punën në Austri, për shokët e tij të organizatat të fshehta dhe për ëndrat e lirisë. Më tregonte se si punonte në fabrikën e televizorëve Philips në Gjermani dhe merrte një rrogë të madhe, po mezia sillte pak para babës vet kur vinte në pushim. Të gjitha parat i ka fut prej 78-s, 9-s në vizën për Shqipërinë. Ai është prej pak burrave që unë jam në Kosovë, që krejt fitimin e jetës e kanë fut në lëvizjen për liri. Kur u takuam pas luftës, ai vazhdonte të më tregojë rrëfime të reja, të bukura, tragjike për luftën. Ai luftoi që nga ditët e para dhe kjo ishte pjesa më krenare e tij. Kjo luftë që Roma e tij, Jerusalemi i tij, Meka e tij. Si njeri dhënë pas lirisë, ai e dashuronte librin sepse në bindjen e tij liria buronte prej librit, por realizohej me pushkë. Ai mbeti pa diploma për shkak të angazhimit të hershëm në punë të ndryshme për ta siguruar ekzistencën e familjes dhe për shkak të angazhimit në aktivitete patriotike. Përndryshe ka qenë adhurues nga më të mëdhenj të librit. Mungesën e diplomës e mbushi sadokudo me leximin e librave në burg. Është epike shkuarja e tij në Tiranë për të blerë libra në ditët e para pas shqirimit. Atëherë kur gjithë po mundoheshin ta bënin një vend, një kulm mbi kokë dhe një kafshat buke, Gega e merr një kombi dhe niset në Tiranë dhe e mush me libra, me ble libra.
Në kohën sa ishim bashkë në burgun e Nishit, unë shkruaja shumë poezi dhe i lexoja me zë shumë shokëve edhe Hysenit. Një ditë më tha se do t'i shpëtoj poezitë e mia. Mori një sapun rrobash, e shpoj në mes me një bisht luhe, ma gjet një letër të hollë gjatë dhe i shkrova ku nja 50 poezi sa i zuri fleta. I futi mrena në sapun, e mbylli me pjesë të nxjerra të sapunit dhe një pjesë e madhe e poezive të mia te libri Fjalori i barbarëve janë poezitë që i ka shpëtuar Tega. Pas luftës më tregonte për planin e tij që bjeshte Mushitishtit të shndrojë në park rekreativ. Kur shkova ta vizitoj në Bjesh, më tregoi gjëra të jashtëzakonshme. Shtëpizën e drasave të ndërtuar në les, gurën e ujit që kalon nëpër gryken e mitralozit trofej luftës, rangadungën për të trembur bisha, fluturimin me paraglajt, një mark trakis me mjalë dhe me rrejnë bimësh e të tjera. Sa herë më tregonte këto, besoja se natyra dhe historia e ka kushtëzuar të merret me burgje, me luftën, me lirin, me sakrificat, se për ndryshe, po të kishte një jetë normale, në kushte normale, ai do të bëhej ose zbulues ose shkrimtar i madh, sepse ai bante brenda vetes një shpirt prej demiurgu. Gega nuk bënte zhurmë në këtë rrugë të lirisë, veprime të mëdha, por pa zhurmë. Madje pas luftës, ai u tërhoq në bjeshtën e tij. Besoj e kuptoi që e ka kryer misionin e vet. Prandaj u tërhoq në bjesht dhe bëri mirë, për ta ruajtur te vetja idealin e luftarit të lirisë, ashtu si ishin në burgje dhe në luftë. Ai e arriti këtë. Dëshmoi se liria është aq e shtrejtë sa përbaltja e saj nuk e ka asnjë çmim. Ai e ruajti figurën e patriotit idealist e të pastër, ashtu si thot Mitrush Kuteli, atveu është atvej bile edhe atëherë kur të vret. Ai bëri një jetë të bujshme, të rrëmbyeshme dhe të vrushme, dhe lumi jetës së tij derdhej vetëm në detin e atveut të lirisë. Mbi 40 vjet të jetës së tij ja kushtoi lirisë, duke sakrifikuar të gjitha ato që janë më sublimet në jetë. Sa herë takohesha me të, më inspironte. Lutem dhe shpresoj që familjarët dhe sidomos fëmijët e tij ta kuptojnë, sepse edhe kur nuk mundi të kujdesej për ta, kujdesej për diçka më shumë, për lirinë. Lutem dhe shpresoj që edhe të tjerët ta kuptojnë çfarë gra e burra pati ky gjysmë shekull i Kosovës dhe të motivohen nga ta për bëma të reja, të kuptojnë se pa këta burra e gra që vun jetën për 40 e për 50 vjet në shërbim të lirisë, liria nuk do të fitojë. Në fund, edhe një fjali për kujtimin e Gegës. Falenderoj me zemër gjithë ata që kanë realizuar dokumentarin për Hysen Gegën, shtektar sy pa trembur i shtigjeve të lirisë, në veçanti autorin tashmikun ton të ndjer Ahmet Qeriqi. Falenderoj edhe gjithë ata që kanë realizuar këngën për Hysen Gegën që do ta dëgjojnë në këtë akademi, dhe në veçanti falenderoj Ilir Shaqirin për këtë këngë dhe për punën e tij që për dekada të tëra kanë nxit shpirtin patriotik të shqiptarëve për liri me këngët e tij. Tash është koha që udhëhes te komunës Suarekës dhe shokë e shumë të Hysenit të kujdesen për shkrimin e biografisë së plotë të jetës e të veprës së Hysen Gegës. Hyseni ka lënë plot shokë me cilët i ka kaluar vitet e fundit dhe cilët e njohin sigurisht shumë ma mirë se ne që po flasim për të sot këtu. Uroj që këtë punë ta bëjnë sa ma parë dhe sa ma mirë. Herojt dhe veprat e tyre kur mos u harrofshin. Amen.
Faleminderit i nderuar profesor për fjalën tuaj kaq kuptimplote. Në burgun e Nishit ishte më i riu ndër të burgosurit politik, andaj e thrisnin i vogli. Në radhët e UÇK-s ishte Coli. Sot, me nder dhe përgjegjësi, shërben si kryetar i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë së shqirimtarë të Kosovës, Dega në Teranë. Ftojmë për fjalën e rastit zotëriun Sejdi Elezi. Të nderuar familjarë të Basës Hysen, bashkëluftëtar, miq, shokë dhe të pranishëm. Sot jemi mbledhur këtu me respekt, madh dhe krenari për të kujtuar dhe nderuar një burr të madh të kombit, një njeri që jetën e tij ia kushtoi lirisë, dinjitetit dhe atdheut, Basën Hysen Gegaj. Kanë kaluar 5 vjet nga ndarja e tij nga kjo jetë, por koha nuk ka mundur ta zbeh as kujtimin, as veprën dhe as madhështinë e figurës së tij. Sepse njerëzit si Hysen Gegaj nuk largohen kur ata mbesin të gjallë në ndërgjegjën e popullit, në kujtesën historike dhe në idealin për të cilin jetuan. Ka njerëz që jetojnë vetëm për vete, por ka burra që jetën e tyre shndrojnë në mision. Basa Hysen ishte njëri prej tyre. Ai e deshi lirinë më shumë se rati, të vërtetën më shumë se heshtin, dhe atdheun më shumë se vetvete. Veprimtari palodhur, adhetari i devotshëm, ish i burgosur politik, luftëtar i dalluar i ushtrisë shqirimtare të Kosovës dhe humanist i rrallë. Hysen Gegaj ishte dhe mbetet ndër ata njerëz që i dhanë kuptim sakrificës për liri. Fati më dha mundësinë ta njoh nga afër, jo në ditët e lehta, por në kohët më të vështira në burgun famkeq të Nishit, në Serbi. Atje ku pushteti serb përpiqej ta thërmonte shpirtin shqiptar me dhunë, torturë dhe izolim. Basa Hysen qëndronte si les i pathyeshëm. Në ato mure të ftohta burgu ku dhimbja ishte e përditshme dhe padrejtësia e rënd, ai ishte dritë shprese për të gjithë ne. Nuk u përkul para prangave, nuk u dorëzua para torturës dhe nuk e humbi besimin në liri. Përkundrazi, vujtja e forcoi edhe më shumë. Fjala e tij na jep të forcë, qëndrimi i tij na jep të kuraj, urtësia e tij na mëson se sakrifica është çmimi i lirisë. Vitin 1919 shënoi lirimin e Basës Hysen nga burgu, por jo fundin e sakrificës së tij. Ai doli nga qelita e armikut vetëm për të përballur në burgun edhe më të madh robërinë e popullit të vet. Por as prangat, as torturat dhe as dhuna nuk mundën ta thyenin shpirtin e tij kryengritës. Për Basën Hysen liria ishte amanet, ndërsa atdheu mbi gjithçka. Po atë vit, fati rënd i solli një goditje tjetër të madhe, ndarjen nga jeta të patriotit Fadil Vata, bashkëfshatarit dhe bashkëpërkrimtarit të tij të pandarë. Humbja e Fadilit ishte një plagë e thellë për Basën Hysen, sepse humbi jo vetëm një mik, por një shok ideali me të cilin kishte ndarë barrën e rezistencës dhe ëndrrën për liri. Por as kjo dhimbje nuk e ndali, përkundrazi, ia forcoi edhe më shumë betimin se rruga e lirisë kërkon çndresë, sakrificë dhe përkushtim deri në fund. Pikërisht për këtë veprimtari ai do të arrestohej sërish në vitin 1993, në ditën kur po niste dasmën për të martuar djalin e tij Aliun. Kur erdhi koha e luftës, ai nuk qëndroi anash. Ai e dinte se për një popull të robëruar, lufta për çlirim ishte rruga e vetme dhe e domosdoshme. Ju bashkua me nder radhëve të ushtrisë shqirimtare të Kosovës,
ku dha një kontribut të çmuar në rrugën e shenjtë të çlirimit. Si ushtari i UÇK-s, ai u dallua për guximin, disiplinë dhe për kushtim, pa kërkuar kur lavdi e privilegje për vete. Baçaj Sen ishte njeri i shokëve. Ai çmonte dhe i respektonte ata. Gëzohej për çdo arritje të popullit dhe shpesh herë thoshte: edhe kur sheh një ëndër të mirë, ke dëshirë që të zgjas dhe ta shijosh. E si mos ju gëzohem të arritjeve tona. Ai nuk ishte nihilist, por realist. Kjo fjali e tij shprehte shpirtin e një njeriu që kishte vuajtur shumë, por që kurrë nuk i kishte humbur shpresën. Kur u arrestuan krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, Baçaj Sen e përjetoi rënd atë goditje. U mërzit shumë, por kurrë nuk e humbi shpresën, kurrë nuk e humbi besimin. Ai thoshte se edhe kjo është një sakrificë që duhet paguar dhe i bindur se ata do të ktheheshin fitimtar. Por madhështia e tij nuk përfundon vetëm me luftë e burgje. Ai ishte humanist i madh. Zemra e tij rrihte për njerëzit në nevojë. Kur shteti i Kosovës i kompensoi ish të burgosit politik, Baçaj Sen bëri atë që vetëm njerëzit e mëdhej din ta bëjnë. I ndau ato mjete për forcën e sigurisë të Kosovës, për radion Kosova e Lirë dhe për nevojtarët në Kosovë dhe Shqipëri. Ky akt flet më shumë se çdo fjalë për madhështinë e shpirtit të tij. Këtë dëshmon edhe amaneti i tij prekës, të cilin e la me vetdije dhe dashuri për popullin dhe kulturën shqiptare. Ai kishte kërkuar që përcjellja e tij e fundit të bëhej me ceremoni kombëtare e shoqëruar me tingujt e qiftelisë, me këngë të Ilir Shaqirit, qofshin ato këngë dashuri apo këngë patriotike, dhe sipas mundësisë edhe me këngën e Haxhi Mashellarës, unë jam Zot në këtë tokë. Sepse në momentin e fundit ai donte të mbetej i lidhur me kombin, me këngën dhe me shpirtin shqiptar. Por amaneti i tij më prekës ishte ky: nëse kufoma ime u hyn në përdorim mjekve për ndonjë eksperiment apo për diçka tjetër, le ta përdorin pa ju penguar kush. Kam dëshirë që edhe për së vdekur sadopak t'i ndihmoj popullit tim. Kjo është madhështia e një njeriu që edhe vdekjen e shihte si mundësi për të dhënë. Pandemia e vitit 2021 e shkaktuar nga Covid-19 na e mori fizikisht Baçaj Sen. Por ajo nuk mundi ta marrë as idealin e tij, as veprën e tij dhe as dashurinë që ai kishte për popullin dhe atë vendin. Sot 5 vjet pas ndarjes së tij, jemi mbledhur këtu për të nderuar një epokë të tërë sakrifice që ai e përfaqësoi me dinjitet. Baçaj Sen mbetet amanet për ne, amanet për të ruajtur lirinë, amanet për të mbrojtur të vërtetën, amanet për të mos harruar kurrë çmimin e lirisë. Në emër të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, Dega Ferrand, përkulemi me respektin më të thellë para jetës dhe veprës së tij. Lavdi jetës dhe veprës së Sen Gegajt, lavdi dëshmorëve të komit dhe të gjithë atyre që sakrifikuan për lirinë. I përjetshëm qoftë kujtimi. Faleminderit i nderuar Sejdi Elezi. Tani ftojmë Ministrin e Mbrojtjes të Republikës së Kosovës, Ejub Maqedonci, për një fjalë. Të dashur familjarë të Baçaj Sen, të nderuara familje të dëshmorëve, i nderuar kryetari i komunës zoti Bale Muharremaj, i nderuar ministër Andin Hoti, të dashur bashkëluftar dhe invalid të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, i nderuar general Kudusi Lame, të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale,
të nderuar bashkëveprimtar të BCSS. Sot jemi mbledhur jo vetëm për të kujtuar një njeri, por për të nderuar një jetë që u shndrua në simbol të qëndresës, sakrificës dhe dashurisë së pakushtëzuar për atë dheu. 5 vjet pas ndarjes së tij nga jeta, emri i BCSS, Hysen Gegës, vazhdon të jetoj në kujtesën tonë si emri i një njeriu që nuk u përkul kurrë, një njeriu që deshti lirinë më shumë se rahatin, të vërtetën më shumë se frikën dhe atë dheun më shumë se vetveten. Hysen Gegaj nuk u bëj madh nga titujt, por nga karakteri. Nuk u bëj njohur nga fjalët, por nga veprat. Ai ishte një njeri me urësi të jashtëzakonshme, një lexues i pasionuar dhe një mendimtar i thellë. Kishte ndërtuar dijen në shkollën më të vështirë, në shkollën e jetës, të burgut dhe të idealit. Historia e tij është historia e një shqiptari që qysh në rininë e hershme mori rrugën e mërgimit për një jetë më të mirë, por zemra e tij nuk u largua kurrë nga Kosova. Nga Gjermania ai u vu në shërbim të çështjes kombëtare, duke vepruar krah patriotëve të kohës e shumë veprimtarëve të asaj kohe, duke përfshirë edhe heroin ton Jusuf Gërvalla. Për këtë ideal u përndosh, u arrestua dhe u burgos. Përballoi tortura në burgjet e Jugosllavisë, pa e humbur asnjëherë dinjitetin, besimin dhe qëllimin e tij. Ai nuk lejoi që burgu ta thynte, përkundrazi e bëri edhe më të fortë. Kur erdhi koha e luftës shqiptare, Hysen Gegaj nuk shndroi anash. Ai mori armën dhe ju bashkua ushtrisë shqiptare të Kosovës, duke realizuar idealin që kishte ushqyer prej dekadash, ta shifte popullin e tij të lirë. Ai besonte se liria nuk dërohet, por fitohet me sakrificë, guxim e përkushtim. Sot kur jetojmë në Kosovën e lirë, nuk do të harrojmë se kjo liri ka emra, kjo liri ka personazhe dhe një ndër ta është pikërisht Hysen Gegaj. Ai nuk kërkoi shpërbime, nuk kërkoi privilegje, ai dha Kosovës gjithçka që kishte, pa kërkuar asgjë në këmbim. Kjo është madhështia e njerëzve të rrallë. Prandaj kujtimi për Hysen Gegajin nuk do të mbetet vetëm manifestim përvjetorësh, ai duhet jetoj në ndërgjegjen tonë, në edukimin e brezave të rinj, përfshirë edhe ushtarakët e ushtrisë sonë, dhe në përgjegjësinë që kemi për të ruajtur lirinë dhe për cilën ai sakrifikoi jetën e tij. Le ta kujtojmë jo vetëm me dhimbje, por edhe me krenari, sepse një njeri vdes fizikisht vetëm një herë, ndërsa jeton përjetësisht për aq kohë sa jeton vlerat që la pas. Nga se nuk është gjatësia e jetës që përcakton madhështinë e njeriu, por gjurma që ai lë në historinë e popullit të tij. E Hysen Gegaj la një gjurmë që koha nuk mund ta fshijë. Lavdi jetës dhe veprës së Hysen Gegës i qoftë i lehtë dhe i Kosovës dhe të përjetshëm kujtimi në zemrat tona. Faleminderit. Faleminderit i nderuar ministër Maqedonci. Historia jeton në këngët që kanë shoqëruar popullin tonë në kohët më të vështira. Tani do të interpretojmë para jush sërish grupi artistik Gam me këngën Ka hy Hasmi në Prizren, po i thot lumës mot shavën, në udhëheqjen e profesor Shani Shavës. Hasmi në Prizren, ka hy Hasmi në Prizren.
Faleminderit grupit artistik Gam Ferranda për këtë paraqitje të shkëlqyeshme. Tani ftoj General Kudusi Lame, një personalitet i respektuar i ushtrisë shqiptare, i cili do të ndajë mendimet e tij mbi lidhjen ndërmjet kujtesës historike dhe sakrificës kombëtare. Emra gjithë, të nderuar familjar të Sengegës, nderuar pranishëm, personalitetet të jetës kombëtare, shkencore, kulturore, të nderuar autoritete të shtetit të Kosovës, në qendër në mjediset e lokale, të dashur pranishëm. Sot në këtë akademi kujtimore nderojmë me shpirt të zemër jetën dhe veprën e një personaliteti, emri i cilit sjell vlera nga e kaluara për të sotmen dhe të ardhmen e gjithë shqiptarisë. Dhe ky personalitet, Shtrisë Ngega, ishte një nga ata njerëz që jetën e shndroi në mision, ndërsa veprën në një pasuri të përbashkët kombëtare. Prej nga duhet theksuar se vepra e tij ka dimension mbar kombëtar, është pra një model mbar kombëtar. E kur flasim për dimensionin mbar kombëtar të veprës së Ngegës, nuk kemi parasysh vetëm shkeljen gjeografike të aktivitetit të tij, por mbi të gjitha ndikimin që ai la në ndërgjegjjen kombëtare, në ruajtjen e kujtesës historike dhe në forcimin e identitetit kombëtar shqiptar. Veprat e mëdha nuk maten vetëm me numrin e faqeve të shkruara apo të aktiviteteve të zhvilluara. Ato maten me gjurmën që lën në vetdijen e brezave. Pikërisht në këtë kuptim, Shtrisë Ngega mbetet një figurë që i tejkalon kufit lokal dhe kohën në të cilën jetoi.
Ai e kuptoi se kombet mbijetojnë jo vetëm me forcën ekonomike apo ushtarake, por edhe me kujtesën historike, me kulturën, me gjuhën dhe traditën. Për këtë arsye puna e tij ishte një shërbim i vazhdueshëm ndaj vlerave që kanë mbajtur gjallë shqiptarët ndërshëm. Dimensioni mbarkombëtar i veprës së tij shfaqet në disa drejtime, si në përkushtimin ndaj historisë kombëtare. Ai kontriboi në ruajtjen dhe dokumentimin e ngjarjeve, figurave dhe proceseve historike, duke mos lejuar që harresa të zvendësonte të vërtetën. Së dyti, në mbrojtjen e identitetit kombëtar shqiptar. Në një kohë kur shumë vlera kombëtare përballeshin me sfida të ndryshme, ai mbeti i palëkundur në bindjen se identiteti është themeli mbi të cilin ndërtohet ardhmja e një kombë. Dhe së treti, në bashkimin e shpirtit të shqiptarëve. Veprimtaria e tij nuk njehte kufi administrativ. Ai u drejtoi shqiptarëve kudo që jetonin, duke kultivuar idenë se kombi është një tërësi historike, kulturore dhe shpirtërore. Në këtë aspekt, Hysén Gega ishte një ndërtues urash. Ai lidhi breza, treva dhe institucione, duke dëshmuar se bashkimi kombëtar fillon nga bashkimi i kujtesës dhe i vlerave. Ai e kuptoi se historia nuk është thjesht një rrëfim për të kaluar, por një udhëfys për të ardhmen. Prandaj, çdo angazhim i tij kishte në qendër edukimin patriotik të brezave të rinj. Sot, kur jetojmë në një botë të globalizuar, ku identitetet shpesh përballen me sfida të reja, mesazhi i Hysén Gegës merr një aktualitet edhe më të madh. Ai na kujton se modernizimi nuk duhet të nënkuptojë humbjen e rrënjeve, por forcimin e tyre. Veprat e njerëzve si Hysén Gega nuk përfundojnë në jetët e tyre fizike. Ata vazhdojnë të jetojnë në institucionet që ndihmuan të ndërtohen, në librat që rekomanduan, në kujtimet e bashkëkohësve dhe në frymëzimin që u japin brezave të rinj. Derimi më i madh që mund t'i bëjmë sot figurës Hysén Gegës nuk është vetëm kujtesa ceremoniale, por vazhdimi i idealeve për të cilat ai punoi me përkushtim. Le të ruajmë trashëgiminë që na la, ta studiojmë, ta pasurojmë dhe ta përcjellim brezave të ardhshëm me të njëjtin respekt dhe përgjegjësi që ai pati ndaj kombit, sepse kombet nuk ndërtohen vetëm nga ata që bëjnë histori, por edhe nga ata që e ruajnë, e dokumentojnë dhe e përcjellin atë brez pas brez. Lavdi veprës së Hysén Gegës, qoftë i përjetshëm kujtimi dhe kontributi i tij në historinë e kombit shqiptar. Faleminderit. Faleminderit General Kudusi Lame për fjalën tuaj, faleminderit edhe për porosinë që na dhe. Tani ftoj Generalin Verci Kaçin, një figurë e shuar e ushtrisë dhe mbrojtjes së Republikës së Kosovës, për një fjalë për atëtarin Hysén Gega. Shumë nderuara familje Basisen, kryetar Bali, kryetar Smajl, profesor Bajram, ministër Ejup, ministër Andin, kryetar Sejt, gjithë bashkëtar dhe bashkëveprimtar të Basisen, gjithë ju të pranishëm.
Hysén Gega është sinonim i lirisë së ardheut tonë dhe i shqiptarit të madh, që tërë jetën ja kushtoi kauzës kombëtare dhe u gjend në çdo etapë të rrugtimit tonë për liri e pavarësi. Asnjëherë nuk kërkoi diçka në kthim për kontributin e tij. Përkundrazi, ai çdo herë na fliste për rëndësinë e të qenërit qytetari i devotshëm dhe kontributëdhënës në vazhdimsi dhe në çdo kohë. Angazhimi i tij për të mirën e çështjes kombëtare ishte i vendosur, i sinqert, i heshtur dhe i palekundër. Kam pasur fatin e madh që bashkë me shumë shokë tjerë të rinj në moshë ta njoh pasën Hysén, që në vitet e para të formimit të njësive të para të UÇK-s në Dëvërdalan për komunën e Tiranës. Dhe ai ishte motivi ynë, udhërëfysi ynë. Ai fliste për rëndësinë e organizimit të luftës, për nevojën për të përgatitur për një kohë të gjatë lufte me armikun, njihte sistemet e armatimit të armikut dhe jep të këshillime se si të mbroheshin e si të sulmonin. Mbasi Hysén e nisi që në vitet e para luftën të luftës dhe nuk u largua asnjëherë nga pushka dhe organizimi e njësive të UÇK-s deri në fund të luftës. Ardhin e lirisë mbasi Hysén nuk e shihte si privilegj, por një detyrim të angazhimit të vazhdueshëm edhe ndaj brezave që do të vinin. Edhe pas luftës, dashuria e mbasi Hysén për ushtrinë nuk u shua kurrë. Përkundrazi, ajo mbeti pjesë e pandashme e jetës së tij. Ai respektonte thellësisht uniformën, sakrificën dhe misionin e ushtarit. Vizitat e tij të shpeshta në ushtri, takimet me ushtarët dhe interesimi i vazhdueshëm për mirëqenien e tyre dëshmonin lidhjen e veçantë që kishte me ata që i shërbenin ardheut. Ai në mënyrë shumë të heshtur, pa publicitet, ndau kontributet e tij materiale për ushtrinë, kontribute materiale të cilat përmendën edhe parafolësit të tjerë të ardhura nga sakrifica dhe rrugtimi i tij patriotik. Nuk mund të harrojmë as organizimet dhe ndejat tradicionale përjetore në Belac, ku ai mbjellte miq, bashkëpunëtorë dhe ushtarak që udhëhiqnin ushtrinë e Kosovës. Ato ndeja nuk ishin thjesht takime, ishin momente vllazërie, kujtesë, nderim për dëshmorët dhe respekt për idealet. Mbasi Hysén çdo herë shfaqte madhështinë e tij përmes pritjes tradicionale shqiptare, mesazheve kuptimplota dhe rëndësisë të vazhdueshmërisë së ruajtjes së forcimit të ushtrisë. Këtë këto ai shfaqte me modestinë dhe humorin e tij të veçantë. Ai kishte aftësinë që dhe në çastet më të vështira të sillte buzëqeshje, të afronte njerëzit dhe të krijonte një atmosferë ngrohtësie. Mirëkuptimi dhe respekti të ndërsjellët. Modestia e tij e bënte edhe më të madh, sepse kur nuk kërkoi lavdi për veten, por dha respekt dhe vlerësim për të gjithë të tjerët. Prandaj sot në këtë përvjetor të pestë ne e kujtojmë me shumë mall, por edhe me krenari secili për ne. Mbasi Hysén ka lënë kujtimet e veçanta për secilin në këtë sallë. Prandaj do të jetoj për herë, sepse është pjesë e historisë sonë, pjesë e lirisë dhe shëndërtimit, por është pjesë edhe kujtimeve tona personale që na ka lënë. Të gjitha këto virtytet e tij vazhdojnë të frymëzojnë edhe sot e kësaj dite. Njerëzit që shërbejnë kudo në Kosovë, por do të jenë frymëzim për brezat se si i shërbehet atë dheu. Po Hysén Gegën, vërtet vdekja i bën hije kot. Lavdi veprës së Hysén Gegës, lavdi gjithë dëshmorëve të kohës. Faleminderit General Cikaçi. Nga Lugina e Preshevës ftoj zotriun Enkel Rexhepi, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar, i cili do të flasë mbi dimensionin gjithëkombëtar të sakrificës së veprimtarit Hysén Gega. I nderuar kryetari i komunës,
të Therandës, të nderuar ministra, të nderuar familjar të Hysén Gegës, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të nderuar invalid, veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, të nderuar veprimtar, miqtë të pranishëm. Ka emër që koha nuk e zbekur. Ka njerëz që nuk maten me vitet që jetuan, por me gjumët që lanë në historinë e popullit të tyre, kryesisht në historinë tonë kombëtare. Hysén Gega është njëri prej tyre. Kam nderin që në emër të Këshillit Kombëtar Shqiptar dhe të shqiptarëve të Lugines së Preshevës, t'ju përcjell përshëndetjet më të përzemërta vëllazërore. Edhe pse jetojmë në anën tjetër të kufirit administrativ, zemra jonë rre me të njëjtën ritëm sa herë që nderohen bijtë më të mirë të kombit shqiptar. Hysén Gega është një pjesë e historisë sonë të përbashkët kombëtare. Ai është një nder dhe një ndër ata njerëzit që dëshmuan se Adheu nuk mund të mbrohet vetëm me armë, por edhe me karakter, me dignitet, me besim dhe me përkushtim. Historia e kombit tonë është shkruar nga njerëz të zakonshëm që në kohë të jashtëzakonshme zgjodhen të mos heshin. Ata nuk pyetën se çfarë do të fitonin për vete, por çfarë do të ulinin brezave që vinë pas tyre. Prandaj, kur kujtojmë Hysén Gegën, ne nuk kujtojmë vetëm të kaluar. Ne forcojmë kujtesën tonë kombëtare. Një popull që i nderon bijtë e vet nuk e humb kurrë rrugën. Një popull që i ruan kujtesën, ruan edhe identitetin e tij. Ne që vim nga Lugina e Preshevës e dim më së miri sa e shtrenjtë është liria, sa e shtrenjtë është gjuha, flamuri dhe identiteti kombëtar. Pikërisht për këtë sakrificë e njerëzve si Hysén Gega na flet çdo ditë. Na kujton se liria nuk trashëgohet vetvetiu, por ruhet me përkushtim, me unitet dhe përgjegjësi. Brezi ynë ka një detyrë të madhe, të mos lejoj që emrat e tyre që shërbyen kombit të mbeten vetëm në pllakata përkujtimore apo në faqet e librave. Ata duhet të jetojnë në edukimin e fëmijëve tanë, në kulturën tonë dhe në ndërgjegjen tonë kombëtare. Sepse një komb që respekton të kaluarën e tij ndërton me më shumë siguri të ardhmen e kombit. Në emrin tim personal dhe në emër të Këshillit Kombëtar Shqiptar, shpreh mirënjohje për organizatorët e kësaj akademie, për familjen Gega dhe për të gjithë ata që kujdesen që ky kujtim për Hysén Gegën të mbetet i gjallë. Lavdi jetës dhe veprës së Hysén Gegës, qoftë i përjetshëm kujtimi për të. Faleminderit. Faleminderit të nderuar për fjalën tuaj, të dashur të pranishëm, ka momente kur fjalët nuk mbeten vetëm fjalë. Ato bëhen amanet, bëhen udhëfyes për brezat. Po lexoj amanetin e Bacës Hysén. Dy gjëra po a lë amanet shokëve dhe familjes. Varrimin të më bëjnë me ceremoni kombëtare dhe ditën e varrimit të lëshohet muzikë sipas mundësisë nduhe shytin ose Fatmir Makollin me çifteli. Këngë të Ilir Shaqirit, qofshin ato këngë dashurie apo patriotike. Sipas mundësisë, me një këngë të Haxhi Maçallarës, unë jam Zot në këtë tokë. Edhe një amanet. Nëse kufoma ime ju hyn në përdorim për ndonjë eksperiment apo diçka tjetër, mjekëve, le ta përdorin atë pa i penguar kush. Kam dëshirë që edhe për së vdekurit sa do pak t'i ndihmoj popullit tim, përfundon amaneti i Bacës. Thonë se amaneti një adetari jeton më gjatë se vepra e tij. Sot kam kënaqësinë të prezantoj mbesën në rilindën dhe nipin në rilindin të adetarit Hysén Gega, të cilët me jetën dhe edukimin e përkushtimin e tyre nderojnë jetën dhe veprën e gjyshit. Rilinda ka përfunduar studimet në ekonomi, punon me sukses në një kompani të njohur gjermane.
Jeta asaj I rezervoi një kujtim të rrallë. Ajo ishte vetëm 1 vit e 4 muaj kur përjetoi për çarkimin e parë me gjyshin e saj. Ishte koha e luftës. Baza Hysén veshi uniformën e UÇK-s, luftonte në vijat e frontit. Mes zhurmës së armëve dhe rrezikut të përhershëm, ai gjeti forcën të përçafonte për herë të parë mbesën e tij. Në këtë çast meriton një falëndrim të veçantë nëna e rilindës Zarifja, e cila duke sfiduar vështirësi dhe rreziqe të mëdha, ndërmori një rrugtim të gjatë, të mundimshëm, nga Stuttgarti në Salla Grazhë, vetëm që gjyshi Hysén dhe gjyshja të kishin mundësinë të përçafonin mbesën e tyre të parë. Edhe pse Rilinda ka lindur dhe është rritur në Gjermani, ajo ruan me krenari identitetin, gjuhën, traditat dhe vlerat shqiptare. Në zemrën e saj jeton fryma e gjyshit, amaneti I tij. Pranë saj është edhe Rilindi, I cili ndodhet në prag të diplomimit në inxhinieri ndërtimi. Është një njeri që me seriozitet dhe përgjithësi po ecën në rrugën e dijes. Edhe ai është I vendosur që vlerat, idealet dhe veprimtaria e Basës Hysén të mos mbeten vetëm pjesë e historisë, por jetojnë edhe të brezat që vijnë. Të dashur Rilinda dhe Rilind, skena për ju. Të dashur familjar, miq, bashkëpunëtar dhe bashkëluftetar. Sot jam po 5 vjet prej ditës kur gjyshi jonë ndo prej nesh. 5 vjet pa zërin e tij, pa këshillat e tij dhe pa praninë e tij. E prap ka momente kur na duket si kur ishte dje këtu me neve. Thonë se me kalimin e kohës dhimbja zvogëlohet, por ndoshta dhimbja nuk largohet kurrë. Na veç mësumi me jetu me të. Në fillim është gjithkund. Në çdo fotografi, në çdo këngë, në çdo vend dhe në çdo kujtim. Me kalimin e viteve bëhet pak më e qetë, por mjafton një fjalë, një erë e njohur apo një fotografi e vjetër dhe mungesa e tij ndihet prapë. Por bashkë me dhimbjen vjen edhe një ndjenjë tjetër. Krenaria dhe mirënjohja që patëm fatin me pas në jetën tonë. Dhe them qëllimisht fatin, sepse ai, siç treguan të tjerët, ka qenë e burg dhe në luftë ka mujt shumë shpesh me ndru jetë. Ishte gjysh siç tregonin të tjerët në përperalla. Ne të gjithë jemi 13.000 për dhëmbesa, dhe lumturia më e madhe e gjyshit ka qenë me na pa neve së bashku dhe të buzëqeshur. Në fund të fjalisë sime dua të lexoj një mesazh nga ai. Isha me një grip dhe gjyshi më thirrte shumë shpesh në telefon dhe më shkruajte. Edhe I shkruajta thash, o gjysh faleminderit që po më thirr aq shpesh dhe po më shkruan më pyet si jam. Dhe përgjigjja e tij ishte kjo. Oj Lind, po pse po më falenderon moj bion të kam besë? Mesa e nipjen më të dashur se fëmijë. Uroj nga thellësia e zemrës që të plakësh me kohën, jo para kohës, dhe të kesh një për dhëmbesa të kujtohen fjalët e mia. Nuk ta fali që më shtine me kajt. Sot po e kujtojmë vetëm gjyshin tonë, po e kujtojmë dhe njeriu që ja kushtoi gati krejt jetën Kosovës dhe lirisë së saj. Krejt mundin, punën dhe sakrificën e vet I vendosin në altarin e lirisë, me besimin se fëmijët, nipat, besat dhe brezat që vijnë pas tij do të jetonin të lirë në vendin e tyre. Po për neve për te, krejt asaj çfarë ka bërë për Kosovën ai ishte gjyshi jonë. Me shumë madh I kujtojmë momentet kur na tregoi këtë histori të jetës vet, prej burgut, prej luftës dhe prej kohës pas luftës. Kemi mujt me ndëgju me orë të tëra. Përmes tregimeve të gjyshit mësuam për historinë tonë, për popullin tonë, për prejardhën tonë dhe për ata që ka domethënë më kanë shqiptar. Në mësoj me dash gjuhën tonë, vendin tonë dhe rajt tona.
Shumë prej gjërave që i dim sot për Kosovën dhe rrugën e saj drejt lirisë i kena mësuar prej tij. Na kujtojnë edhe barcelenat e tij. Gjithmonë ka ditë me na bë me kesh, edhe me bë çdo vizitë veçantë. Na kujtojnë sidomos ditët kur shkojshëm bjeshk. Radio Kosovën e Lirë e ngojshëm gjithmonë me zërin e lartë. Gjyshin na çoi ke këngë patriotike, kombëtare, e sidomos këngë të Ilir Shaqirit. Na mësoi ke këngë, na tregoi ke domethënien e tyre, edhe masanej këndojshëm krejt bashkë. Sa herë që na dëgjon të knu, fytyra ju mbushke me gëzim. E pashëm sa shumë e gëzoj ke fakti që nipat dhe mbesit e tij po i mësojnë ato këngë dhe po i njojnë historinë e popullit vet. Ne bjeshk na përgatitke edhe supat e veta. I bajke ato me shumë dashni edhe gjithmonë na thojke që janë të mira e të shëndetshme. Na si fëmijë nuk i hangshëm gjithmonë me shumë qef, se na dokshim tepër të shëndetshme. Sot kishëm vonë gjithë shka veç mull edhe njerë me të bashkë mbjesh edhe me një pjatë prej asaj supe. Kur shkojshëm apo kur u kthejshëm prej bjeshkës, pothuajse gjithmonë na pritke edhe një akollore si shpërblim. Ato udhëtime me radion e lëshuar fort, me këngë, me të keshën edhe me akollore, sot janë ndër kujtimet më të bukura që i kemi në to. Ai ka bërë gjithçka për nipat dhe mbeset e vet. Na mbledh të krejt edhe kur ishëm 10 vjeça, na hyp kën kombi, edhe na çoi ke kamos në përvende historike. Për to nuk u kon kur lodhje, veç me na po neve të lumtur, ishte edhe ai i lumtur. Pavarësisht krejt titulli dhe krejt asaj që bëri për vendin, për neve titulli më i bukur i tij ishte gjyshi jon. Gjysh, kishëm dashur të përçafu edhe një herë. Me ta dëgju zërin edhe një histori, edhe një parcelet. Me ullë edhe njerë me të ndjeshtë, me lëqu radion fort, me knu kongë bashkë, edhe me tregu sa shumë dojë. Sa shumë na mungon edhe sa krenar, jemi të shimi nipat dhe mbesat tokë. Ti nuk kemi qenë kur veç një kujtim. Kemi jetu në krejt ato që na i ki mësu, në kongë që na i ki tregu, në tregimet që kemi tregu për ty, edhe krenarien që e ndjerim sa herë që e përmendim emrin tanë. Për botën ishe Hysen Gegaj, për Kosovën ishe veprimtar dhe luftëtar i lirisë. Po për neve ishe diçka edhe ma madhe. Ishe gjyshi jonë. Dhe gjithmonë kemi mbet gjyshi ma i mirë që kemi mujt me pas. Të duam shumë dhe kemi na mungu për jetë. I për jetë që qoftë kujtim jetë gjyshi jonë. Faleminderit rilinda për emocionet që na përcollet. Instituti i Kujtesës Kombëtare Shqiptare në Stuttgart është shndruar në një nga institutet më serioze në ruajtjen, dokumentimin dhe promovimin e kujtesës sonë kombëtare. I themeluar nga veprimtar, intelektual, adeptar me integritet të lartë moral dhe kombëtar, ky institut po jep çdo ditë shembull se si ruhen dhe përcillen vlerat e kombit shqiptar. Veprimtaria e tij ka fituar respekt dhe mbështetje, jo vetëm në mesin e bashkëqytetarëve tanë, por edhe nga institucionet evropiane, gjermane, duke vlerësuar si model të promovimit të vlerave kombëtare në frymën e demokracisë dhe qytetërimit evropian. Edhe kjo akademi përkujtimore mban vullën e kontributit të Institutit të Kujtesës Kombëtare Shqiptare. Për të nderuar ata që me jetën dhe veprën e tyre i shërbyen kombit shqiptar, Instituti ka vendosur të ndajë 5 mirënjohje pas vdekjes, si dhe 5 mirënjohje për personalitetet që vazhdojnë të japin kontribut të çmuar në çështjen kombëtare shqiptare. Këto mirënjohje mbajnë motivacionin amaneti Bacës Hysen, duke simbolizuar vazhdimsinë e idealeve, sakrificës dhe dashurinë për atë dheun. Kam nderin të ftoj në skenë nikoqirin e kësaj akademie, kryetarin e komunës së Perandës, Bali Muharremaj,
Drejtuesit e Institutit të Kujtesës Kombëtare Shqiptare, Imerla Dropci, Nasser Vrella, djalin e advetarit Hysén Gega Ylberi, që së bashku të bëjnë ndarjen e këtyre mirënjohjeve. Unë do t'i thras emrat e familjarëve që janë prezent për të marrë mirënjohjet. Janë ndarë mirënjohje për këto familje. Familjen e komandantit legjendar Adem Jashari. Pranon mirënjohjen ishi burgosëri politik Murat Muslimi. Ftojmë familjarin e simbolit të rezistencës kombëtare, Bac Adem Demaçi. Ftojmë familjarin e profesor Ukshin Hotit. Ministër Andin Hoti, njëkohësisht edhe djali i profesor Ukshin Hotit, pranon mirënjohjen. Ftojmë një përfaqësues nga familja e General Fehmi Ladrovcit. Pranon mirënjohjen Imer Ladrovci. Ftojmë përfaqësuesin e veprimtarit Fadil Vata të marrë mirënjohjen. Ftojmë Halil Krasniqin të ndajë mirënjohjen për veprimtarin Fadil Vata. Vazhdojmë me mirënjohjet për veprimtarët të pranishëm. Një mirënjohje është ndarë për General Ramush Haradinaj, por nuk është këtu. Ftojmë kryetarin e komunës Rahavetit Ismail Atifi të pranojë mirënjohjen. Mirënjohje është ndarë edhe kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, me këtë rast të pranoj mirënjohjen kryetari i komunës së Perandës, Bali Muharremaj. Ftojmë profesor doktor Bajram Kosumin të pranoj mirënjohjen.
Mirënjohje është ndarë dhe doktoreshës Flora Brovina, por ajo sot nuk gjendet këtu, dhe ftojmë për mirënjohje Shaqir Shaqirin, të pranoj mirënjohjen këtu gjenda. Mirë se vjen. Shaqir Shaqiri prezanton një pjesë të luginës së Preshevës. Urime të gëzoni mirënjohje. Tani para jush do të vi zëri i fuqishëm, ai që jep këngës gjallëri dhe forcë burrërore, forcë të qëndresës tipike shqiptare, Ilir Shaqiri. Emër i njohur i këngës shqipe dhe ky emër nuk është i rastësishëm, qoftë edhe për faktin se ka lidhur në një treg ku historia shpeshherë ka marrë për masat të kthesave epokale, jo vetëm kombëtare. Sot do të interpretoj këngën Vdekja i bën hije kot, kushtuar advetarit Hysen Gega, me tekst të Arben Veselej, komponuar nga mjeshtri Edmond Zhulali.
Faleminderit i nderuar këngëtar Ilir Shaqiri për këtë interpretim madhështor, ta gëzoni dhe mirënjohje. Të nderuar të pranishëm, jeta dhe vepra e Hysén Gegës radhitet në mesin e veprimtarëve më të dalluar dhe më të spikatur, jo vetëm të Kosovës, por të mbar kombit. Andaj, në emër të familjes, ftoj Ylberin, djalin e Bacis Hysén, për një fjalë përshëndetëse dhe falënderimi. I nderuar kryetari i komunës sonë, zoti Pali Marremaj, të nderuar familje të dëshmorëve dhe martirëve, të nderuar ushtarë e prorë të 3 luftra shqiptare në trojet tona shqiptare, të nderuar general të 2 ushtrive tona, të nderuar ministra, zavenç ministra, të nderuar shok të burgut, të luftës dhe të jetës të babës Hysén. Gjindem sot para jush me një ndjenjë dhe emocion të veçantë, të nxjerrë nga thellësia e zemrës falënderimin për menjorin dhe respektin që e ndani për prindin tonë. Një falënderim të veçantë kam për kryetarin e komunës dhe gjithë ata që ndihmuan në organizimin e kësaj akademie. Kryetar, faleminderit që mbani gjallë vlerat tona kombëtare. Nuk po e zgjat shumë, ju falenderoj edhe një nga zemra të gjithëve dhe uroj që të nderohen dëshmorët dhe veprimtarët e gjithë kombëtare për herë. Lavdi dëshmorëve dhe gjithë të pranishëve që jeni këtu. Faleminderit shumë. Faleminderit i nderuar Ylber, në emër të familjes, të organizatorëve, ju falenderoj për pranimin tuaj me respektin që i bët figurës së Bacis Hysén. Ju ftojmë tani të vizitoni ekspozitën fotografike kushtuar jetës dhe veprimtarisë së Bacis Hysén, ku janë pasqyruar momente të rëndësishme të rrugtimit të tij atletar. Njëkohësisht është i përgatitur edhe një koktejl për ju. Lavdi për jetë atletarit Hysén Gega. Lavdi gjithë dëshmorëve të kombit. Miru pafshim dhe miru takofshim herave të tjera. Faleminderit.